20 bursa studimi për studentët shqiptarë që të vazhdojnë studimet në Hungari si dhe mbështetje e vendit të tij për thellimin e reformave integruese në BE, ka premtuar ministri i jashtëm i Hungarisë, Peter Szijjártó, gjatë një konferencë të përbashkët për shtyp me homologun e tij shqiptar Ditmir Bushati. Ne do të jemi mbështetës të mëdhenj të Shqipërisë dhe reformave që po zhvillohen në këtë vend. Ne do t'i kushtojmë një rëndësi të veçantë forcimit të bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar. Ne jemi në dieni se qeveria shqiptare po bën përpjekje për të vënë në zbatim një sër projektesh të rëndësishme dhe do të ishim të lumtur sikur kompanitë hungareze të kontribuonin në suksesin e këtyre projekteve, sidomos në fushën e elektricitetit, ujit, energjisë dhe hekurudhave. Gjithashtu ne kemi planifikuar edhe 20 bursa studimi për studentët më të mirë shqiptarë që ata të studiojnë në Hungari. Në konferencën e përbashkët për shtyp, të dy zyrtarët konfirmuan nivelin shumë të mirë të marrëdhënieve dypalçe, si dhe angazhimin për t'i çuar ato më tej. Më të thellë në emër të qeverisë shqiptare për mbështetjen që Hungaria i ka dhënë Shqipërisë në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian, jo thjesht një mbështetje politike, por edhe mbështetje me ekspertizë dhe kapacitete administrative, të cilët ram dakord që ta pasurojmë edhe në periudhën vijim. Ministri i Mirëqenies Sociale Erion Veliaj ka nënshkruar marrëveshjen e mbrojtjes sociale me ministrin e jashtëm të Hungarisë. Thelbi i kësaj marrëveshje është transferimi i viteve të siguruara të punës për emigrantët, që t'u krijojë atyre mundësinë e marrjes së pensionit.